fundit ka qenë edhe autori i vrasjes. Më pas, pasi ai ka deklaruar në polici se ka qenë një grabitje, po ashtu në një intervistë ekskluzive, ai ka dhënë dhe detaje nga kjo grabitje e simuluar, që ose mund ta quajmë kështu, duke mashtruar dhe në një intervistë se kanë qenë rreth 1 milion lekë, të cilat kanë munguar nga buxheti i gjyqit dhe shtëpia ka qenë rrëmuj. Policia duket se pikërisht nga kjo intervistë ka dalë se nuk përputhej me deklaratën e tij të dhënë për policinë. Mbas marrjes në pyetje rreth 2 të mëngjesit, ai e ka pranuar autorsinë e vrasjes, ka treguar edhe armën e krimit, cila ka qenë një Zastava Mini Glow, nga pistoletat e vogla, ku me një gjak potësisë të plot, ai pasi ka qëndruar dhe ka qenë në banesë, ndyshohet edhe fakti që gjyshi mund ta ketë kapur duke vjedhur sasinë monetare, e ka goditur me pistolet mbas koke dhe ka qenë një plumb i vetëm i cili ka rezultuar fatal për 69 vjeçarin. Mbas tregimit të dëshmisë, vetë i riu është arrestuar nga ana e forcave të policisë. Ngjarja bet akoma më e rëndë edhe për faktin se 69 vjeçari e ka rritur që 6 muajsh të riu, sepse prindrit e tij kishin vdekur në një aksident automobilistik që kur ai ishte fëmijë. Dhe pavarësisht kësaj, pra, që rritjes dhe përkujdesjes për vite të tëra me radhë, nipi jashtë shpërbleu duke i marrë jetën. Siç do ta shikoni dhe në intervistën ekskluzive, vetë nipi tregon shumë gjatë ftohtë, nuk jep përpiqet që mos të japi mos ta japi shumë veten, madje tregohet edhe shumë i qetë përpara faktit se i ka vdekur gjyshi. Siç thash edhe pak më parë, kjo intervistë ka qenë edhe një formë indicje për policinë, e cila ka parë detaje të cilat nuk i kanë pëlqyer në lidhje qoftë me deklaratën, po qoftë edhe me faktin e qëndrimit, po edhe me gjaktësinë e tij gjatë momentit të dhënies së intervistës. Po, e qartë. Enrik, faleminderit për gjitha këto informacione që përcollen në studio lidhur me këtë ngjarje të rëndë që ka ndodhur në qytetin e Vlorës. Të nderuar shikues, 69 vjeçari ndroi jetë në spital disa orë pas ngjarjes, ku dhe nipi i tij më pas tregoi se kishte qenë pikërisht ai që e kishte vrarë, ndërkohë që në këto momente po ndiqni edhe pamjet gjatë intervistës që ka dhënë